Faktikisht është e vërtet që ka një lloj rrezimi, ka një lloj përqendrimi, ka një lloj vigjilence, por për fat të keq në shumicën e rasteve dhe kjo bëhet me frymën e interesit. Sepse kemi dëgjuar, pra rinia ka dëgjuar nga mësimet fetare, ka lexuar ndoshta ose nga predikimet e xhumave, që kush lexon fjalën e Zotit ka këtë shpërblim, ka kaq shpërblime, i shton shpërblime, shufishon shpërblime dhe plotë. Dhe në fund fare është atmosfera e Ramazanit ajo që ndihmon besimtarët në përgjithësi, por edhe rinin gjithashtu, e ndihmon kjo lloj atmosfere për çfarë? Që të krijoj ose të kenë një raport pak më ndryshe në Ramazan, ndryshe nga që ishte jashtë Ramazanit. Por nuk është ky raporti i vërtet. Sepse raporti që duhet kemi me Kur'anin është i lidhur me ato pika që unë përmenda. Pra është leximi dhe studimi nga një anë. Pastaj nuk ka vlerë ky lexim dhe studim nëse ne nuk punojmë me të. Dhe për rrjedhoj, nëse nuk punojmë, çfarë pune do të bëjmë? Do të punojmë me ajetet kuranore dhe porosit kuranore 3, 4, 5 herë, apo do të jetë sistemi i jetës tonë? Nëse e bëjmë sistem të jetës, ne do ftojmë të tjerët dhe në fund fare shpresojmë të vdesim të sinqert, të vdesim të përkushtuar dhe të vdesim të devotshëm me fjalën e Zotit Kur'anin famëlar. Pra është atmosfera ajo më shumë që i bën njerëzit, por edhe kur janë të kthjelluar dhe deri diku dhe reflektojnë se të ndihmon agjërimi, të ndihmon muaji Ramazanit, është mëshira e Zotit që zbret, janë shumë faktorë që nëpërmjet të cilave Allahu xhelle xhelalu i ndihmon robërit e vet, por faktikisht nuk është lidhje vërtet dhe raporti shëndosh ashtu siç duhet, domethënë me fjalën e Zotit. Nga e kuptojmë ne këtë, e kuptojmë se ky zgjim që ju përmendët është i pjesërisëm në muajin e Ramazanit dhe ne nuk kemi më lidhje të tillë menjëherë sapo mbaron Ramazani, madje që në ditën e Bajramit, ose kalon dita e Bajramit, dita e gëzimit, dita e takimeve, dita e vizitave, dita e lumturisë e kështu me radhë, në fund fare pastaj shkalojmë në monotoninë e jetës, e cila përfshin të gjithë atë gamë të madhe të lëvizjeve dhe veprimtarive, apo atë gjendje të një realiteti që ju e përmendët dhe bashkërisht domethënë e përmendëm, monotonia e antivlerave që ka zënë rolin dhe vendin e vlerave. Dhe për rrjedhoj, ne themi, elhamdulillah që ka një rizgjim, elhamdulillah që ka një raport. Shumë njerëz i bën hat me Kur'anit, por mos harrojmë që thelbi i vërtet i mesazhit hyjnor, pra Kur'ani ka ardhur që ne t'ia lexojmë të sëmurve, apo t'ia lexojmë të vdekurve, apo ky Kur'an ka zbritur që të marrin pjesë nëpër konkurse. Shikoj të rinë sot, ju një vetë të rinë, për shembull në sa konkurse keni marr pjesë, kush do e mësoj dhe kush nuk do e mësoj. Edhe një të riu i vjen keq që nuk arriti do të futet në konkurs. Një tjetër që u fut në konkurs nuk arriti do të fitojë. Edhe ai që fitoi nuk fitoi një shumë të majme kush e di çfarë, krahasim me konkurse të tjera kombëtare që mund zhvillohen, ose mund të fillojë dhe ajo pjesa që pse fitoi ai dhe nuk fitova unë, a thua se fjala e Zotit është bërë që ne të kemi smirë njëri tjetrin, apo që ne mos të shikojmë në formën e mirë dhe të drejtë njëri tjetrit, apo ta marrim dhe ta fusim në frymën komerciale ku shoqëria sot domethënë karakterizohet me frymën e interesit dhe komercializmit.